Në fakt, kjo është një bilezik që e kam marrë në Veron nga një grupi grave të mbijetuara nga kanceri i gjirit, kur unë kom pas të regjistru me gjysmë maratonën, për nuk e kom vrapu, se kanë qenë vetëm 8 ditë më herët që jam operu. Kjo ishte vitin e kaluar, në nëntor. E kom kryo operimin, jam diagnostifiku me kancer të gjirit në tetor të vitit 2024. Ka qenë në stadin e parë kancerit, do të thotë ka qenë në fazë të hershme. Ma është rekomandu operimi, e kam kry operimin në qendrën klinike universitare dhe mandej kom vazhdu me procesin tjetër të terapisë. Kam qenë me fat se fazën e hershme që e kom zonë të kancerit nuk kom pas nevoj për kemoterapi, kom kry vetëm rezatimin. Procese këto të cilat në vazhdimësi po më përcjellin bashkë me proceset politike, rezatim kjo që është kry gjatë gjithë kohës të fushatës së zgjedhjeve nacionale, ato të shkurtit, por që fatmirësisht nuk kom pas shumë efekte anësore, disa efekte anësore. Aktualisht jam me terapi që do të më përcjellë edhe 4 vite tjera.